Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të mërkurë 12 nëntor. Në gazetën Telegraf mund të lexoni ja 60 oligarkët që kanë marrë Shqipërinë me koncesion nën tokë dhe mbi tokë. Pasi mori 130 milion euro, Karathano rrëmben edhe 17 milion euro. Guvernatori Gen Seko hesht për narkovalutën e kokainës që pastrohet në Shqipëri duke zhvlerësuar euron. Atentati në Rinas nga ndjekja te breshëria e plumbave dhe djegja e makinës orpasore me atentatin në aeroportin e Rinasit. Në gazetën Panorama mund të lexoni atentati mafios vritet në Rinas i besuari Shullazit plagoset një tjetër. Një shekull histori monetare, kryeministri vlerëson Bankën e Shqipërisë modeli pavarësisë, tri sfidat e guvernatorit Seko. Në gazetën Dita mund të lexoni nuk jam ai që jam, ligji që u hap udh individëve të jenë ata që kanë ndihen e jo ata që janë qysh në lindjen e tyre. Po për ata njerëz që ndihen si elefant, çfarë identiteti gjinor mund të thuhet se kanë. Asynon imunitet të dyfisht për kastën e vjetër plani për krijimin e një senati. Atentat në Rinas, krijimi sfidon shtetin në pragun e portës ajrore të vendit. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni gjestin e Martinit nuk e bën as serbët. Vllaznia nuk duhet ta lejojmë në pankinë. Dinamo pretendente për titullin. Abil Alia i Partizani ka potencial me flamurtarin, kuqezin Silvinho jep dorën e fundit kombëtares. Xhahysa i bindur, ky është viti i vllaznisë. Milan i kërkon bomber, lëvizje surprizë Tares. Yamal e Barça hapin luftë me Federatën Spanjolle. Haaland synon Leo Messin për rekordin e golave. Upamecano drejt firmës, kredite Vincent kompanisë.